Italiani Francesco Calzona drejton Slovakinë si përzgjedhës që nga 30 gushti i vitit 2022, por ardhmja e tij mund të vjet në pikë pyetje vetëm pak javë para ndeshjes gjysmëfinale të play-offit për kualifikim në Botrorin 2026 kundër Kosovës, e cila do të zhvillohet më 26 mars të vitit të ardhshëm. Në muajin shkurt, pritet të mbahet zgjedhjet në Federatën e Futbollit të Slovakisë dhe në këtë kontekst po diskutohet gjërësisht e ardhmja e Calconas. Peter Kaspar, anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës, ka deklaruar se drejtuesit e futbollit slovak mund të marrin në konsiderate edhe një trajner italian për storjen e kombëtares, një temë që diskutohet që nga fillimi prej se Calcona e mori drejtimin. Ai, i cili nuk ka pasur një rrugë të lehtë si trajner i huaj, është përballur me lavdërime dhe kritika nga publiku, me disa tifozë që kërkojnë largimin e tij pas çdo performanci të dobët. Herën e fundit kjo ndodhi pas humbjes 6-0 ndaj Gjermanisë në ndeshjen e fundit të fazës kualifikuese. Në kualifikimet e rregullta, Slovakia regjistroi 4 fitore dhe 2 humbje. Kontrata e Calconas është e vlefshme deri në fund të marsit, por zgjedhjet e ardhshme mund të sillin ndryshime. Një komitet i ri ekzekutiv mund të shqyrtojë menjëherë performancën e Calconas dhe të vendosë nëse ai do ta vazhdojë në stol. Një ndryshim i tillë vetëm disa javë para ndeshjeve vendimtare konsiderohet i vështirë, por në sport dhe prapas skenave asgjë nuk është e sigurt. Peter Kaspar ka vlerësuar se kalimi i Slovakisë në play-off është një sukses i madh. Analiza e mediumit slovak për Kosovën, mediumi slovak Sportweb, i ka kushtuar vëmendje edhe Kosovës duke theksuar se përparësia e vetme e Slovakisë në këtë përballje është paraqitja përpara tifozëve të tyre. Por së pari Slovakia duhet të kalojë përballë Kosovës, një sfidë që nuk do të jetë e lehtë. Ekipi ballkanik luan shpejt, agresiv dhe me shumë pasion, ndërsa cilësia tradicionale ballkanike në mbajtjen e topit nuk mungon. Kosova është një vend i ri në futboll me një popullsi nën 2 milion banor, por me futbollistë cilësor. Shumë prej tyre kanë luajtur më parë për ekipin e të rinjve të Gjermanisë, Zvicrës dhe vendeve skandinave, ku kanë mësuar disiplinë dhe qëndrueshmëri mendore. Kur këto cilësi kombinohen me entuziazmin dhe kreativitetin tradicional ballkanik, mund të krijojnë një armë të rrezikshme në fushë, shkruan ndër të tjera ky medium. Megjithatë, Slovakia dhe Kosova nuk janë ndeshur më parë. Disa lojtarë nga të dyja ekipet mirë mes tyre, kapiteni dhe i qendërmbrojtësi Ynir Mirrahmani, ka si shok skuadre Stanislav Lobotka në Napolit. Mediumi përmend edhe emrat e lojtarëve si Vedat Morishi te Majorka, Edon Zhegrova te Juventusit dhe Milot Rashica te Beshiktashi. Po ashtu ka rreshta edhe për Franco Foden, i cili mori drejtimin e Kosovës në shkurt të vitit 2024 dhe nën udhëheqjen e tij ekipi kombëtar ka regjistruar 12 fitore nga 19 ndeshje, duke treguar një konsistencë të mirë dhe potencial të madh për sfidat në vijim.